Me pjesëmarrjen e qytetarëve aktiv, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe institucioneve publike, u zhvillua me sukses forumi Dialogu Qytetar Ti bën diferencën, i organizuar nga Qendra Burimore për Shoqërinë Civile, në bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog dhe Qendrën Rinore Vlorë. Qëllimi i forumit është të nxjisë pjesëmarrjen qytetare në vendimarrje, të forcojë bashkëpunimin me institucionet dhe të promovojë praktika të suksesshme të aktivizimit lokal nga peticionet, kërkesat për informim deri tek protestat qytetare. Në qendër të diskutimeve ishin disa çështje me rëndësi. Fokusi është vendosur tek forcimi i dialogut qytetar, institucional, nxitja e të rinjve, aktivistëve dhe organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrje aktive, modele inovative për angazhimin publik, rekomandime konkrete për bashkëpunim afatgjat, fjalimet kryesore u mbajtën nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët sollën në vëmendje rëndësinë e angazhimit qytetar, transparencës institucionale dhe ndërtimit të një demokracie të qëndrueshme në nivel lokal. Rekomandimet e forumit përfshin krijimin e mekanizmave të rregullt konsultimi me qytetarët, zgjerimin e informacionit për qytetarët në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre, përmes organizimit në grupe formale dhe jo formale, në mbrojtje të qëllimit për të cilin janë krijuar, duke siguruar përfshirjen e publikut. Organizimin e forumeve periodike për të ndarë njohuri dhe ide në funksion të përmirësimit të situatës, vetëm përmes dialogut të hapur, mund të ndërtojmë një demokraci të qëndrueshme.